Vajza e poetit të njohur Lazgush Poradeci Maria ka reaguar ashpër ndaj institucioneve të drejtësisë duke denoncuar atë që e quan 32 vite vuajtje, gjyqje dhe korrupsion për një pronë familjare në zemër të Pogradecit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo shpreh se nuk po gjen të drejtën e saj ndërsa shton pyetjen: si duhet të sillem unë? Për një cop tokë për të ndërtuar një maj në Pogradec që ndodhet 3 metra larg lokalit, është kopësht për lokalin, me dokumente të kohës së zogut, me fitim gjyqi në 3 shkallë për të drejtën e parablerjes së pistës së vallësimit, që është në këtë tokë, me fitim gjyqi në 3 shkallë për kontratë të pavlefshme. Kam 32 vjet gjyqe zyrave dhe nuk e gjej dot të drejtën, sepse paraja i ka bërë blok. Unë gjyqeve, ai pronari të lokalit, vazhdoi biznesin dhe me paret që fitoi mbi pronën time, paguan çdo shtetar. Korrupsioni i shtetit vazhdon. 32 vite, një jetë. Si duhet të sillem unë? Shkruan ajo në Facebook. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.